Zbatimi I planit amerikan për paqe në formën aktuale mund të rezultojë që Rusia të fitojë një territor pothuajse sa madhësia e Luksemburgut, pa pasur nevojën të luftojë për të, sipas llogaritjeve të agjencisë franceze AFP, bazuar në të dhënat e Institutit për Studimin e Luftës. Sipas iniciativës amerikane e cila I është treguar AFP-s, parashikohet që ushtria ukrainase të tërhiqet nga territoret që ende kontrollon, gjë që do t'i sillte Moskës një fitore neto prej rreth 2300 km², një sipërfaqe thuajse e barabartë me Luksemburgun. Sipas planit, Ukraina do t'i dorëzojë afro 5000 km² në rajonin e Donjeckut dhe 45 km² në rajonin e Luhanskut. Në këmbim, Rusia do t'i kthejë Ukrainës gati 2000 km² në rajonin e Harkivit, 450 km² në rajonin e Dnipropetrovskut, 300 km² në rajonin e Sumes dhe 20 km² në rajonin e Chernigovit. Në përfundim, plani që Shtetet e Bashkuara propozojnë do të nënkuptonte dorëzimin e 20% të territorit të Ukrainës për të marrë mbrapsht më pak se 0.5% sipas AFP-s. Ndryshe, Ukraina ka pranuar një plan të paqes të hartuar nga amerikanët, I cili po kritikohet gjerësisht prej evropianëve.